tha që jeni prej Italisë dhe keni pru edhe disa shok prej Italisë. Ne jetojmë në Zvicër, po jem shok me këta që një 35 vjetë, kanë orë vizit të familja dhe të na, e kem pos qef mi po plot vene, po pa e po këtë ven nuk banë më këthy. Po qëshja përshujte, qësh pjo dokat? Po ato që e kam përshkru me fjallë që disa vjetë, po tentoj mi e përshkru tash mi po vetë të me synin e vetë. Apo na tregon veç me pyet më ndoshta qësh pjo dokat vende edhe historia sa po e ndjeni? Il aimerait savoir comment vous le sentez maintenant, après ce que je vous ai expliqué avant, maintenant que vous avez vu comment vous vous sentez. Ben, tu lui dis déjà qu'il tombe sur la mauvaise personne parce que je me mets déjà à pleurer. Po thotë se keni qëllu njerën e që sa shdësh se ky kanë për pak. Kur i ka po gjitha këto dhe që ka fillu me kajt atje natë. E kështu tash e ka po realitetin që kena tregu disa herë. Sa është knatësi kur vinë edhe ndoshta vinë këta të huaj dhe vizitojnë edhe ndjejnë kaq shumë emocion? Këto janë befasum me të arriturat që janë bënë në Kosovë, po unë kisha dëshirë me po edhe anën negative, çka në ka ndodhur më herët. Sa ka lexu sa i përket historisë, sa e njeh historinë e Kosovës edhe sa pi duket ndoshta mirë me ardhë dhe me vizitu pikërisht atë. Me lexu për Kosovën s'besoj që ka lexu, po ka nisë ne ka shumë shqiptarë në Gjenevë atje. Bazë edhe ju që keni përshkruar. Edhe që e kena shkruar na jem shok ngushtë edhe këta për neve janë konë gjendje me bëjë gjithçka. A doni me ardhë prapë me vizitu Kosovën? Vous aimeriez bien revenir visiter Kosovo dès que vous pouvez? Dès qu'il y a la possibilité, oui. Çka ju ka bë më shumë përshtypje në Kosovë? Qu'est-ce que vous avez vécu de quelque chose de plus intéressant au Kosovo? Qu'est-ce que ça vous a remarqué? Bon, déjà, qu'est-ce que vous avez vécu auparavant? Là, je trouve qu'il y a quand même eu une évolution énorme. Për atë që në ka ndodhë, që që në konë në kupim, e ka prit që më konë në halon në ruinë, po kur i ka po gjithë këtë zhvillim, më janë befasu. Faleminderit shumë, ishte knatësi dhe shpresoj që keni më ardhur prapë edhe. Merci et j'espère que vous reviendrez. Knatësi, faleminderit. Veç rëndësisë historike, Prekazi është një fshat edhe me bukurinë natyrore, por edhe me njerëz që kanë ruajtur e trashëguar traditat brez pas brezi. E këto e tregojnë edhe vetë banorët që nuk e kanë lëshuar asnjëherë tokën e tyre. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit shumë që na keni pritur sot në fshatin e Gjithashtu jo që keni gjetë kohë më orë, ju falenderoj, ju edhe kamermanin. S'ka përse. Unë jam Hashim Shaqir Meha, nga fshati Prekazi Poshtëm, komuna e Skënderajt. A e lutë sot? Jo. Mirë me shëndet? Mirë Në është. top form? Mirë, 7 vjetë, mirë është. Super, paq ymër gjatë. Ani bashkë me ju. A ndalemi pak me na tregu pjesën e fshatit, si ka qenë atëherë dhe qysh është